Nga Kuvëndi, shkojmë në një tjetër raportim të erë me kolegen Elsiona Konomi për të marrë më shumë informacione pasi janë 233 kuti të cilat do të verifikohen pas vendimit të djeshëm. Cilët janë kutit që deri tani janë hapur? Përshëndetje Elsiona. Të përshëndes në Ertil nga Vaqarri, ku është magazina e Komisionit Qendrore të Zgjedhjeve, ku për 6 muaj të gjitha materialet zgjedhore dhe fletë e votimit që janë përdorur në 11 maj. Aktualisht të hapen 233 kuti, por nuk fletë votimit që janë përdorur, por janë kuti me materialet zgjedhore. Çdo material që kanë përdorur komisionerët, nga vullet e sigurisë deri tek jelekët e tyre me ngjyrë fluoreshente dhe po ashtu edhe fletë e votimit që nuk janë përdorur. Në të gjithë vendin për këto kuti ishte shënuar një rezultat 0, pra teksa në kuti ne shohim qindra fletë votimit të papërdorura këtu dhe në çdo kuti tjetër. Komisionerët të dyja palëve në 233 raste kanë shënuar ose 0 fletë votimit të papërdorura ose kanë vërë një vizë duke mos e përcaktuar, pra duke mos e numëruar fletët e papërdorura. Pas shqetësimit të Partisë Demokratike se janë 130.000 fletë votimit të humbura ose të zhdukura, që mund të jenë përdorur sipas PD-s për atë që quhet treni bulgar, Kasi dje hapi 4 kuti të qarkut Vlorës, ku vërtetua se fletë e votimit ishin në kuti, thjesht nuk ishin në proces verbal. Por kjo nuk e bindi PD-n, e cila përmes 2 anëtarëve të Kasit vendosi që sot të hapeshin të gjitha këto qendra votimi të materialeve zgjedhore, ku është shënuar 0 ose një vizë për numrin e fletëve të papërdorura. Kështu që janë hapur sot të gjitha kutit e qarkut Vlorë, 43 kutit të qarkut Vlorë. Aktualisht pas shpinës time po numërohen fletë votimi të qarkut të Gjirokastrës, do të vazhdojmë andej qarkut Dibër dhe Korç dhe me radhë të gjitha qarqet. Ajo që mund të specifikojë ose deri tani nga kutit që janë hapur, gjithçka është në rregull, pra fletë e votimit që nuk janë përdorur janë aty, vetëm nuk janë shënuar në proces verbal, nuk mungon në një fletë votimi. Partia Socialiste në mëngjes ka sjell në kohën e duhur kur hapën kutit e materialeve zgjedhore, ka sjell vëzhguesit e saj. Partia Demokratike ka sjell 3 vëzhgues me 2 orë gjysmë vonesë, por vëzhguesit që po shikoni edhe në këto pamje, deri tani që po flasim, nuk kanë bërë ndonjë kontestim të thonë që ka një parregullsi, diçka nuk shkon, pra nuk kanë bërë ndonjë prononcim për procesin, duke na lënë të kuptojmë që ndoshta nuk ka ndonjë pakënaqësi mbi atë çfarë po verifikohet këtu. Ndërkohë, Kas ka rrëzuar sot kërkesën e Partisë Demokratike për qarkun e Kukësit, mbi çfarë argumentash, çfarë ndodh tani me qarqet e tjera dhe çfarë domethënie ka ky vendim i Kas? Ky ishte vendimi i parë që kishte marrë Kasi për një qark në vendin tonë për 11 majin. Kuksi ishte i pari që u ankua, kështu që ishte i pari që i vinte dhe radha për të shpallur rezultatin. Partia Demokratike kërkonte pavlefshmëri dhe njëkohësisht përsëritje të zgjedhjeve. Padia që ishte bërë ose kundërshtia që ishte bërë për qarkun Kukës është fotokopje për çdo qark tjetër, me ndonjë larmishmëri të vogël, po thelbi është i njëjtë. Duke na bërë kështu të mendojmë që edhe në të 12 qarqet, pavarësisht se koha po zgjatet dhe po merr shumë ditë procesi ankimor, do të jetë i njëjti rezultat. Pra, përpjekja e PD-s për të shpallur të palishme dhe të pavlefshme zgjedhjet do të rrëzohet edhe për 11 qarqet e tjera, duke i lënë ato në fuqi dhe duke i lënë betejën finale për në kolegjin zgjedhor. Kuksi ishte rëndësishëm pikërisht për të na treguar se çfarë mendojnë anëtarët e Kasit kur tipologjia është e njëjtë. Megjithatë duhet theksuar që Kasi vendosi me shumicë votash, anëtarët që ka propozuar PD-ja në Kas ishin kundër këtij vendimi, por këto janë vendime që merren me shumicë dhe për sa kohë morën me shumicë, treti do të vazhdojë të jetë njësoj. Vetëm për qarkun Tiranë ka një specifik, përsa ku Partia Demokratike kërkon aty një rivlerësim të votave të pavlefshme, që ka një rezultat shumë të ngushtë si mes PD-s dhe mundësisë si parti në vetvete, po edhe një rezultat tjetër të afërt mes zonjës Tabaku dhe zotit Ali Mehmetin, ndoshta aty mund të vlerësohet ndonjë manovër tjetër, po për të gjithë të tjerët nuk parashikohet në asnjë rast që Kasi të shkojnë në vendimmarrjen për të përsëritur zgjedhjet. Pra mund të shkojmë në një hapje kuti siç po shohim, mund të shkojmë te ndonjë rinumërim votave të pavlefshme, që është maksimumi që mund të ndodhë, por vendimi i sotëm i Kasit për Kuksin na parashikon që kështu do të jetë vendimi për çdo qark tjetër. Faleminderit Elsiona për gjitha këto informacione që na raportove në këtë hapësirë të drejtë për drejtë. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi më njëherë pas pak, mos u largoni.